Radio Marinë e Kosovës, një zë i krishterë në shtëpinë tënde. Radio Maria Kosovë, një zë i krishterë në shtëpinë tënde. Mirëmëngjes të gjithëve, vijoj me emocionin, takoj emocionet, njoh dhe mbarështoj emocionet e mia. Në këtë emision do të flasim për emocionet kundër. Te emocionet që lindin prej përvojës së keqardhjes, vendosim të gjitha gjendjet shpirtërore të lidhura me agresivitetin, ku, siç mund ta shohim prej titullit, u kemi dhënë emrin emocione kundër. Pra, u referohemi të gjitha formave të armiqësisë, përvojën e të cilave shpirti njerëzor e bën jo pak herë në jetë. I kemi përcaktuar kështu, pasi lindja dhe shprehja e tyre kërkon dy kushte. Kushti i parë ka të bëjë me dadhimin e një objekti të jashtëm, si për shembull një lodër, por zakonisht një person i perceptuar si pengesë për mirëqenien vetjake apo të tjetrit. Këtu gjejmë aspektin statik të emocionit, për të cilin kemi folur në metodën psikodinamike disa emisione më përpara. Kushti i dytë ka të bëjë me një tension ndaj tjetrit, që është aspekti dinamik, që në këtë rast nuk mund të jetë vetëse kundër. Në vitet e para të jetës, ky tension do të priret të shprehit nëpërmjet qëndrimeve të hapura armiqësore. Në moshë të rritur, jo domosdoshmërisht do të shfaqet në mënyrë të dukshme. Mund të bëj sikur nuk ka ndodhur asgjë përpara shokut tim që, pa asnjë shkak, përveç atij për të shpëtuar lëkurën e vet, nuk ka ardhur në shkollë ditën kur duhej të ngrihej në mësim. Gjendja ime shpirtërore ndaj tij nuk mund të jetë vetëse kundër tij, nëse kam qenë unë pastaj ai që është ngritur në mësim. Kemi vënë në pa se si në rrënjë të agresivitetit ndodhet perceptimi i tjetrit si kundërshtar, si armiqësor, si pengesë për mirëqenien vetjake. Kjo gjë tregon, ndryshe prej asaj që mendojmë zakonisht, se agresiviteti nuk është një ndjenjë aq primitive. Ai është më i zhvilluar se sa frika, që, siç kemi parë në emisionet e mëpërparshme, në shfaqjet e saj të para bazohet te perceptime globale e të pa diferencuara kërcënimesh të jashtme të pa specifikuara. Që të ketë armiqësi është e nevojshme të paktën një farë marrëdhënie, prania një objekti e një marrëdhënie të jashtme me unin. Pra, emocionet e para agresive lindin te fëmia pasi ai ka bërë të paktën një pjesë të vogël të jetës, gjatë të cilës ka zhvilluar disa aftësi që i mundsojnë atij të dalë prej situatës kaotike fillestare dhe të organizojë, edhe pse në formë embrionale, botën e vet të brendshme. Agresiviteti ndodh njëkohësisht me formimin e një tije të jashtme, me një formë të parë të ndarjes prej figurës amnore, me aftësinë për të kuptuar se prej nga vjen rreziku, pra me skicimin e strukturave të para mbrojtëse. Le të mendojmë për përvojat tona fillestare emotive si diçka të ngjashme me zgjimin, e pashpjegueshëm dhe të papritur në një vend të mistershëm, ku ndihemi të rrethuar për një atmosfere të rëndë dhe kërcënuese. Nëse, pasi kemi kontrolluar zonën për një farë kohe, do të arrinim të dallonim vendet e rrezikshme për sigurinë tonë, do të ndiheshim menjëherë më të sigurt. Do të duhej vetëm t'i shmangnim ato, të ruheshim prej tyre, të përgatisnim mbrojtjet e duhura. Jashtë këtyre zonave mund të jetojmë momente të këndshme qetësie. E njëjta gjë ndodh në jetën e një fëmie, për sa u përket përvojave të tij të keqënies. Prej një situate fillestare kërcënuese dhe globale, nëpërmjet zhvillimit të disa aftësive si perceptimi, inteligjenca, kujtesa, fëmia fillon t'i njohë ndjesitë që përjeton, t'i klasifikojë ato, të dallojë ato që janë të pakëndshme për mirëqenien dhe vetvlerësimin e tij. Këto gjendje shpirtërore me lehtësi mund të identifikohen për një personi të rritur si inat, tek apo armiqësi.
Ato janë shenjë jo vetëm e një parehatie, e një farë sikleti, por edhe një mënyre për të vënë rregull në përjetimet personale. Për shembull, vllai i vogël që merr për vete lodrat, nëna e cila ngul këmbë që fëmia të mos kacavirret në karrige, apo që zhduket papritmas, babai që bërtet për gjysmëlykët e hedhura në dysheme. Këto perceptohen prej fëmijës si armiqësore, sepse janë armike të mirëqenies së tij, që në fëmërinë e parë përkojnë me atë që ne të rriturit përkufizojmë si bëj që të doj qefi. Nëpërmjet këtyre përvojave, fëmia vë rregull në përjetimet e veta, mëson të njohë dhe të vërtetoj fuqinë e vet. Si për shembull, me fjalinë, sa kohë mund të luaj me makinat e vllait tim, sa reziston nëna për të mos ma bler lëpirsen, dhe si rjedhoj t'i përshtatet apo jo realitetit që e rrethon. Pak nga pak do të kuptoj se kur armiku është i palkundshëm, ai duhet të lëkundet. Kështu do të njohë dobësinë e tij dhe do të bëj që të vlejnë pretendimet e tij. Pra, zemrimi fillestar do të paraqesë për fëmijën një mënyrë për t'u futur në botë dhe për të mësuar detyrën e vështirë të ruajtjes së individualitetit dhe në të njëjtën kohë atë të përshtatjes me të tjerët. Kemi folur për dadhim armiq, për shtytje emotive kundrejt objekteve apo personave që vlerësohen si burime keqënje, si vullnesa kundërshtare, të cilat ndonjëherë diktojnë, urdhrojnë apo nuk lejojnë dhe herë të tjera zhduken, pikërisht në momentin kur personi ka më shumë nevojë për to. Gjithsesi, është e rëndësishme të kujtojmë se këtu u referohemi përvojave fillestare, perceptimeve të para të agresivitetit të jetuar në fëmijëri, periudhë kur termi armik merr një ngjyrim të veçantë, shumë të ndryshëm prej atij që i jepet në moshë të rritur. Nëse për ne armiku është dikush ndaj të cilit ushqejmë vazhdimisht një ndjenjë armiqësore, për fëmijën bëhet fjalë për një person ndaj të cilit ai momentalisht provon një emocion negativ. Ai jeton marrëdhënie në të cilat ende nuk është formuar një perceptim i vazhdueshëm dhe pozitiv për personat. Të tjerët perceptohen herë pozitivisht, do me thënë si totalisht të mirë, herë negativisht, do me thënë si totalisht të këqij, sipas mirëqenies dhe keqënies që këto persona i japin atij. Le të mendojmë për shembull se sa e ndryshme është përvoja e marrëdhënies mes vëllezërve kur ata janë 5 apo 35 vjeç. Si të rritur, vllai është dikush me të cilin mund të jemi në sintoni apo mund të kemi marrëdhënie konfliktuale. Në çdo rast, është e pranishme edhe një lidhje përbërë prej afektit, prej lidhjeve të gjakut, që mund të shprehet me intensitet më të madh apo më të vogël sipas afërsisë mes personave një fjalë. Krejt ndryshe është përvoja e parë e vllazërisë, ku për shembull fëmia i dytë, mashkull apo femër nuk ka rëndësi, perceptohet si i huaj, si i paftuar, ai apo ajo që merr afektin e prindërve, i keqi që merr për vete lodrat, dhomën që duhet përmbajtur dhe pse jo edhe shkatruar, të paktën në fantazi që duke përplasur me një vrull të pazakon një turr librash për mur, papritmas merr emrin Pal apo Margerit. Në çfarë do mënyre që ai të jetohet, për këtë gjë do të flasim në pjesën e fundit të emisionit, në çfarë do mënyre që ai të jetohet, agresiviteti është forma e parë e emocioneve kundër që shfaqet te personi njerëzor, pasi ai ka zhvilluar aftësinë për ta perceptuar dhe për të parë praninë e tjetrit si burim keqënje. Ai mund të shprehet edhe përmes fjalëve të ndryshme që përbëjnë sinonime pak a shumë të përafërta apo ngjyrime të së njëjtës ndjenjë që shpesh etimologjia na ndihmon që t'i kuptojmë me më shumë saktësi. Në vijim do të paraqesim një listë të shkurtër që do ta ndihmojë ta njohim në mënyrë më të saktë botën tonë të brendshme. Tërbimi.
është termi aktualisht më i përdorur. Mund ta përkufizojmë si kundërvlerësi moral, me që i referohet njërit prej 7 vejseve kryesore të agresivitetit. Term psikologjik shumë më i zakonshëm, apo të inatit, apo të zemrimit, terma më pak elegant, por që përdoren më shpesh, edhe pse aktualisht nuk përdoren aq shumë për shkak të përhapjes së shprehjeve me sfond seksual, me që njerëzit për të shprehur agresivitetin e tyre po përdorin gjithnjë më shumë fjalë të ndyra. Si nëse përdoret termi tërbim, ashtu si edhe nëse përflitet për inat apo zemrim, ndjenja të cilës i referohet ka një ngjyrim intensiv, të dhunshëm. Bëhet fjalë për agresivitet të perceptuar fortësisht dhe që priret të vërshojë, të shprehet dhe të dalë jashtë me forcë. Shprehjet e tij të jashtme janë urrejtja dhe shkatërrueshmëria. E para është një ndjenjë verbër, totalizuese, ku antipatia ndaj tjetrit nuk njeh ngjyrime dhe zgjat në kohë. Mund të reagojmë me tërbim, një shpërthim inati, edhe ndaj një personi të dashur dhe pasi qetësohemi, kujdesemi që ta rilidhim edhe një herë marrëdhënien me të. Ndërsa kur urrejmë, ndjenja jo vetëm vazhdon, por rrezikon të futet në mendimet tona në mënyrë të vazhdueshme dhe të përsëritur, të na pushtojë jetën, të na helmojë atë. Tërbimi shprehet me fantazi shkatrimtare, kur duam t'i bëjmë keq tjetrit, apo ta shohim të poshtruar, duke vuajtur, të asgjësuar dhe ndonjëherë shprehet në projekte hakmarrëse që kthehen në veprime konkrete. Urrejtja dhe ndjenjat hakmarrëse shpesh bashkëshoqërohen, të bashkuara për një qëllimi të përbashkët, shpartallimi i tjetrit, një shkatrim ndoshta jo fizik, por gjithmonë afektiv apo psikologjik, që godet dy përmasat thelbësore të personit njerëzor, të qenit i vlerësuar dhe të qenit i dashur. Kështu përfundojnë shumë shpesh dashuritë e mëdha, ku pasioni ja lë vendin urrejtjes dhe dy partnerët duket se mbahen të lidhur me njëri tjetrin vetëm për një dëshirë të vetme, t'i bëjnë keq tjetrit. Ta gjuajnë tjetrin në pikën e tij më të dobët. Ajo studion të gjitha mënyrat për t'u bërë sa më tërheqëse dhe sa më provokuese që t'i vardisen burrat që ishi i saj, burri apo i fejuari, nuk përbën një ndryshim të madh, dikur i perceptonte si kundërshtar, kurse ai fton për darkë mike që ajo urren, thjesht që ajo të pëlsas nga inati. Shkatërrueshmëria, për të cilën kemi folur, nuk drejtohet domosdoshmërisë së jashtmi. Deri tani kemi lënë të kuptohet se agresiviteti sjell gjithmonë perceptimin e një armiku të jashtëm, një tjetri të ndryshëm prej meje, ndaj të cilit provohen ndjenja armiqësore. Për fat keq, ndonjëherë ndodh që ky emocion të drejtohet së brendshmi, kundër vetes. Shprehjet e tij mund të jenë nga më të ndryshmet, prej atyre patologjike, si për shembull vetvrasja, ku nuk ekziston as forma më primitive e dashurisë për veten, apo vetë dëmtimi, që shfaqet shpesh të smundjet mendore, deri te forma që më së shumti lidhen me temperamentin, ti bësh keq vetes duke ju përshtatur një partneri agresiv, fakti që pranon të bësh skllave e një padroni despotik gjithmonë shoqërohet prej kënaqësisë të pavetdijshme, por të kërkuara prej vetë personit. Imazhi viktimës që shoqëron shumë gra, që e lën veten të tiranizohen, i jep gruas mundësinë që të fitojë vlerësim në sytë e vet dhe të vlerësohet prej tjerëve. Ndoshta për këtë arsye, ajo i pranon mujshit e një burri që, qysh në fillim, mund të mbante vendin e vet. Përçmimi dhe përbuzja. Mes ndjenjave që shprehin në mënyrë më intensive agresivitetin, duhet të listohen edhe dy, që i bashkon një karakteristikë dalluese: ftohtësia. Kur mendojmë për të gjitha format të armiqësisë, jemi të mësuar që të lidhim me ndjenja të forta, të dhunshme, të nxehta, pasionante. Megjithatë, ekziston edhe një armiqësi e ftohtë, ndonjëherë edhe okult,
që ka krejt fuqinë shkatruesi tipike të shfaqjeve më intensive të agresivitetit. Mes afekteve që i përkasin kësaj kategorie të fundit, kujtojmë në veçanti për çmimin dhe indiferencën. Të dyja përfaqësojnë një shprehje agresiviteti në lidhje me vetvlerësimin e tjetrit, e dyta në një formë edhe më intensive në krahasim me të parën. Përçmimi është e kundërta e çmuarjes. Siç e thot edhe vetë fjala, shpreh një mungesë vlerësimi të tjetrit. Gjithçka që mund të vlerësohet si e dëshirueshme ka një çmim që përcakton vlerën e saj. Nëse kjo është e vërtetë për gjërat materiale, është edhe më e vërtetë për qenjet njerëzore që marrin vlera thjesht për faktin se janë persona, pra të çmueshëm në vetvete. Është vetë jeta që kemi, shumë përpara vlerës subjektive dhënë prej cilësive, vlerave dhuntive që na karakterizojnë, që përbën vlerën tonë, që na bën të denjë për vlerësim. Të përçmosh një qenie njerëzore do të thotë asgjësosh atë, edhe pse pjesërisht. Ajo që duhet të konsiderohen e denjë për vlerësim bëhet një asgjë, jo e dëshirueshme, jo e kërkuar, jo e lakmueshme, jo e dashur. Ai që përçmon e shikon nga lart poshtë personin tjetër, duke e vlerësuar sipas kritereve ekonomike e funksionale, në vend që ta vëzhgojë me sy plot respekt, madje edhe ta sudis, duke shquar misterin e tij. Ky është qëndrimi tipik narcisistik i atij që i percepton të tjerët në terma dobishmërie më të madhe apo më të vogël, interesi apo dëmi për personin. Kështu, ai që deri pak kohë më përpara nënvlerësohej për shërbime që mund të ofronte, për bukuri që kënaqte, për shtëpinë në fshat që vinte në dispozicion, për detyrat e anglishtes që ai jepte për t'i kupjuar, tani që nuk është më i dobishëm, zhvlerësohet, përçmohet dhe virtytet që më përpara lartësoheshin shndrohen papritmas në të meta të padurueshme. Gatishmëria bëhet servilizëm, e bukur është ajo që ta jep siguria. Shtëpia në fshat është një tmerr dhe detyrat e anglishtes janë bërë prej një lope që rri gjithë ditën mbi libra. Indiferenca. Indiferenca është edhe më agresive se sa përbuzja. Ajo shpreh një inat kaq të thellë dhe të rrënjëzuar, një urrëtie kaq të fortë ndaj tjetrit, sa shtyn personin që ta injoroj tjetrin, që të mos e marr parasysh atë, që të mos e llogarisë dhe që të mos e vlerësoj praninë dhe realitetin e tij. Indiferenca është një përpjekje për ta zhdukur tjetrin, është një ftohje kaq e madhe ndaj tjetrit sa personi arrin ta eliminojë praninë dhe identitetin e tij. Ai që është indiferent i komunikon objektit të armiqësisë së vet se për të nuk ka asnjë rëndësi. Si të jesh, si të mos jesh, për mua një lloj është. Pra, indiferenca plagos edhe më shumë se sa inati. Ky i fundit e konsideron tjetrin një person, edhe pse e percepton atë si një armik për ta luftuar. Përkundrazi, indiferenca e konsideron tjetrin si një objekt, ekzistenca të cilit nuk është absolutisht e denjë për vlerë dhe nuk është as pak e domosdoshme. Indiferenca është shprehja maksimale e shpërfidhjes. Ti nuk ekziston, është më e keqe se sa ti nuk vlen asgjë për mua. Dhe tani le të kalojmë tek emocioni i armiqësisë. Armiqësia e vë theksin, siç e thotë edhe vetë fjala, të një aspekt tjetër, perceptimin e tjetrit si armik. Kur armiqësia shprehet ndaj personave të cilët nuk pranohen, sepse janë të ndryshëm, për shembull për shkak të racës, të kombësisë, të partisë, të mënyrës së të menduarit, atëherë flasim për mos tolerancë. Ajo e ngjyros ndryshimin gjithmonë dhe gjithsesi në çdo aspekt të tij me ngjyra të errta. E refuzon, e vëmendjon, e përjashton, harron se, megjithatë, konflikti ka një funksion pozitiv në jetën e secilit prej nesh. Ai na shtyn drejt një tejkalimi të pareshtur,
për të njohur të qenit ndryshe të tjetrit dhe për të tejkaluar egoizmin tonë. Na shtyn të marrim përsipër përgjegjësitë tona kur divergjencat na diktojnë një marrje pozicioni. Në fund, na hap ndaj transcendencës, pasi nuk ka mister në një botë homogjene. Acarimi i referohet një emocioni të menjëhershëm dhe të befasishëm, që nuk zgjat dhe që shfaqet shpesh tek ai që e sheh veten të penguar apo të kundërshtuar. Pastaj gjejmë të gjitha ndjenjat agresive të lidhura me sulmin ndaj vetëvlerësimit personal, që shkojnë nga të ndjerit i fyer tek indinjata apo pezmatimi, deri tek të ndjerit i prekur që e vetheksin në krahasim me terma të mëparshëm tek prania e një farë armiqësie, te zgjatja në kohë e një emocioni të provuar, i cili shoqërohet ndonjëherë edhe me hakmarrjen, inatin e bashkuar me dëshirën për shpagim, për ta kthyer të keqen që personi mendon se ka pësuar. Edhe pse konsiderojmë një ndjenjë primitive, tipike të kulturave më inferiore, ku ishte apo ku ende është në fuqi ligji i shpagimit apo i hakmarrjes, sy për sy e dhëm për dhëm, ligj ky i vendosur në të kaluaren jo për ta favorizuar, por për ta kufizuar hakmarrjen. Sa herë dhe ne priremi që ta justifikojmë këtë dëshirë të pranishme në përvojat tona të përditshme personale dhe shoqërore? Mos toleranca racore, dëshira për të vendosur dënimin me vdekje, ashpërsia e ngurtë ndaj atij që ka gabuar, sot kaq të zakonshme edhe në kulturat më të përparuara, shpesh janë shenja, edhe pse të maskuara mirë, të një përvoje për hakmarrje që shpesh e mundon zemrën e njeriut, duke i krijuar iluzionin se të dëgjoj paqe vetëm kur padrejtësia apo vuajtja e pësuar do të shpaguhet. Flasim për iluzion, me që etja për hakmarrje nuk bën tjetër veçse i shton dëshirat hakmarrëse, krijon një uri të pamëshirshme agresiviteti që askush nuk do të arrijë ta shuaj kurrë krejtësisht. Ai që sheh për herë të fundit vrarsin e fëmijëve të vet, që tani është dënuar me vdekje, nuk do t'i kthehen personat e dashur dhe nuk do të provoj kurrë qetësinë shpirtërore të atij që, me faljen, ka ditur të krijojë brenda vetes hapësira të reja, kthjelltësie dhe paqeje. Zilia apo smira. Dy emocionet e tjera të lidhura me agresivitetin meritojnë një vëmendje të veçantë, zilia dhe xhelozia. Ato i bashkon një element ngjashmërie me që kanë një ndjenjë rivaliteti ndaj një personi tjetër të perceptuar si ai apo ajo që heq diçka. Siç mund të vihet re prej asaj që kemi thënë deri tani, çdo ndjenjë agresiviteti lind gjithmonë prej një shikimi, prej mënyrës se si ne e perceptojmë tjetrin, si e shohim dhe si e vlerësojmë atë. Urrejtja, inati, tërbimi lindin te ai që sheh te tjetri një kërcënim, përfaqësuar prej një armiku që është kundër nesh dhe që mund të na bëjë keq. Prej këtu lind dëshira për të hakmarrë, për të sulmuar, për ta mbajtur gjallë për një kohë të gjatë këtë ndjenjë. Në këtë rast është vetëmbrojtja që na çon te armiqësia, me të gjitha pasojat e mundshme, mes të cilave jo vetëm shkatërrimi i armikut, por edhe i vetes, me qëllim që të shmanget një rrezik më i madh apo që të realizohet një hakmarrje edhe më e madhe. Në rastin e përçmimit dhe të indiferencës, është shikimi nevojtar, i interesuar vetëm për të mirën time, me të cilën shihet tjetri. Çfarë mund të përfitoj unë nga kjo marrëdhënie? Është pyetja thelbësore që narcizisti i pavetëdijshëm bën përpara se t'i afrohet dikujt. Nëse përgjigjja është pak apo asgjë, nëse tjetri nuk jep atë që personi dëshiron, apo edhe më keq, nëse errëson famën dhe perceptohet si një rival i mundshëm, lind zemrimi i ftoftë, i akullt që shikon tjetrin nga lart poshtë dhe e përçmon apo e injoron atë që mund të jetë i dobishëm apo edhe i frikshëm. Ai që jeton marrëdhënie armiqësore e sheh tjetrin si hajdut,
i cili është i gatshëm që t'i vjedhë atij diçka shumë të çmueshme në terma vlerësimi apo dashurie. Zilia lind prej një vëzhgimi të vazhdueshëm të tjetrit, gjatë të cilit ne krahasohemi me të tjerët dhe ndaj cilëve e perceptojmë veten si tejet humbës. Te Zilia nuk gjejmë para së gjithash armiqsinë. Kjo është vetëm një pasojë, shenja e dukshme dhe e jashtme, por jo arsyeja e thellë e saj. Ziliqari është një person që ka një vlerësim të ulët për veten. Shihet në pasqyrë dhe nuk i pëlqen vetja, pasi mendon se është i shëmtuar. Merr provimet dhe mendon se ka pasur fat, i cili duhet paguar me një seri të panumërt mos suksesesh. Sheh se një vajzë po i vjen rrotull, por mendon se ajo herët e vonë do ta tralltojë atë, me që nuk mund të gjejte ai asgjë tërheqëse. Ky lexim pesimist i realitetit shpesh është totalisht automatik, sa nuk ngjall asnjë pikë pyetje te ai që humbet në këto reflektime, po e pyetur veten nëse po e tepron, nëse po i shtrembron faktet, nëse po e lexon realitetin në mënyrë tejet pesimiste. Në këtë rast personi nuk ka kohë që ta pyesë veten rreth teprimeve të mundshme të asaj që ndihen, rreth leximit të ngjarjeve dhe të situatave, por sidomos rreth mungesës së vetvlerësimit që ai ka për veten e vet. Personi është krejtësisht i përqendruar që të vëzhgojë sukseset, fatet, ngjarjet e mira që u ndodhin të gjithmonë dhe vetëm të tjerëve, të cilat nuk mund të mos i krahasojë vazhdimisht me të vetat, duke u përpjekur që të vërë në dukje mungesën e vet të fatit, pa drejtësinë e fatit ndaj tij, lehtësinë me të cilën të tjerëve gjithçka u shkon vaj. Ziliqari nuk e kupton se kështu bën një lexim të pjesshëm dhe selektiv të realitetit, po e kuptuar ai priret që të eliminojë disa të dhëna dhe të zmallojë disa të tjera në mënyrë automatike dhe të pavullnetshme. Krejt negativja e jetës së të tjerëve përjashtohet apo zvoglohet. E njëjta gjë ndodh edhe për pozitiven e jetës së vet. Dhe e kundërta, krejt negativja e jetës smallohet dhe krejt pozitivja e tjetrit stërzmallohet. Kështu formohen dy tablo, ajo e jetës vetjake, e ngjyrosur me ngjyra të errta, dhe ajo e jetës së tjetrit, e ngjyrosur me ngjyra të ndezura. Pak nga pak që personi plaket, kjo dinamik përforcohet. Nëse e tashmja vazhdon e shihet në mënyrë pesimiste dhe konkurruese dhe e ardhmja priret si një kohë ku të tjerët nuk do të rreshtin se qeni të privilegjuar, e kaluara do të duket në sytë e tij si një grumbull zhgënjimesh. I zhgënjyeri është një person që e shikon jetën e vet si një seri rastesh të humbura, sepse fati është treguar i ashpër me të dhe i mirë me të tjerët. Ai harron se shpesh zhgënjimi është paktën pjesërisht i shkaktuar prej vet atij. Që të ketë një zhgënjim, pra një deluzion, duhet që më përpara të ketë një gënjim, do me thënë një iluzion. Pra, do të ketë ndodhur një lexim jo i saktë i realitetit, i parë në mënyrë të shtrembruar, lindur ndoshta prej dëshirës së pavetdijshme për t'i parë dëshirat dhe ëndrat tona më njëherë të realizuara. Gruaja 35 vjeçe, ziliqare për burrin dhe fëmijët e shoqës së saj, e shikon të kaluarën e vet si një mungesë totale fati dhe si një tërësi zhgënjyese episodesh. Ndoshta harron se etja e saj për t'u martuar e bënte që të binte shumë shpejt në duart e të parit që kalonte, i cili përfitonte prej gatishmërisë së saj për t'u zbavitur, por që nuk e shihte kurrë si një vajzë për ta dashur dhe për t'u martuar me të. Pra, zhgënjim apo gatishmëri e tepruar? Punojnë si ziliqar ndaj kolegëve të vet, të cilët gjatë viteve të punës kanë bërë karrierë, prire që të harrojë se servilizmi i tij i tepruar ndaj drejtorit, më shumë se sa të jepte imazhin e një punonjësi model, ka vënë në dukje dobësinë e karakterit të tij dhe i ka bindur eproret që të mos i japin një detyrë me përgjegjësi. Një grua e ndarë disa herë që shikon me keqardhje martesën e lumtur dhe të gjatë të shoqës së vet, nuk merr parasysh faktin se një lidhje e qëndrueshme varet jo vetëm prej fatit apo prej gjërave të përbashkëta,
por varet edhe prej angazhimit të ndërsjellë për t'i tejkaluar konfliktet dhe divergjencat, si edhe prej gatishmërisë së përditshme për t'i pranuar kufijtë e tjetrit. Nëse do ta kishte menduar këtë gjë kur është ndarë për herë të parë, ndoshta do ta shikonte me më pak zili dhe me më shumë kthjellësi momentin e tanishëm. Ziliqari me shumë lehtësi harron se ajo që jetojmë varet vetëm pjesërisht prej asaj që marrim në jetë. Shumë varet prej asaj që ne i bëjmë për ta ndryshuar dhe për ta përmirësuar jetën tonë. I referohemi jo vetëm veprimeve që bëjmë për t'i ndryshuar përjetimet tona, por edhe qëndrimeve që marrim përpara asaj që në jetë nuk mund të ndryshohet. Një vajzë e shëmtuar nuk mund të shpresojë se një ditë do të fitojë një konkurs bukurie, por asgjë nuk e pengon atë që të gjejë një burr. Por, nëse shëmtia e saj do të bëhet rast që ajo të ankohet vazhdimisht, kjo gjë do t'ja shpërsojë karakterin, do ta bëjë atë grindavece, ziliqare dhe do të ulë dukshëm mundësinë që ajo të takojë një djalë i cili e pranon pavarësisht shëmtisë së saj, pikërisht sepse ajo ka dhunti të tjera. Pra, zilia kërkon një shndrim të shikimit, aftësinë për të dalluar objektivisht vlerën vetjake, gjithmonë të pranishme për të shkuar përtej kufijve, duke të i kaluar prirjen e dyfisht për të mbivlerësuar negativen vetjake dhe pozitiven e tjetrit. Nëse arrin ta shohim realitetin në mënyrë më të ekuilibruar, kjo tenjë e brendshme do të zhduket dhe bashkë me të edhe arsyeja e një jete jo të lumtur. Shpesh flitet për zilin femërore dhe mashkullore si për dy ndjenja të ndryshme. Në realitet, matrica është e njëjtë. Ziliqaret janë pak a shumë të shumtë si nga ana e grave ashtu edhe nga ana e burrave, dhe e njëjtë është edhe sasia e zilis që ushqen të paret dhe të dytët. Ajo që ndryshon është objekti i zilis. Te gratë mbizotron imazhi dhe dukja, ndërsa cilësitë e bukurisë dhe të joshjes me siguri ngjallin më shumë zili te ato gra që nuk i kanë këto dhunti. Rivaliteti dhe konkurrenca që lindin prej krahasimit e shtyn gruan ziliqare jo atë që të ngjall admirim të burrat, sesa t'u tregoj grave të tjera fuqinë e nurit të saj. Shohim një shfaqje tipike zilie femërore kur, gjatë një bisede, nëse dikush guxon që ta lavdrojë një grua të bukur, aktore apo modele, menjëherë të pranishmet vënë në dukje që, megjithatë, ajo ka këtë apo atë tmet, apo që është sjell jo aq mirë. Me një fjalë, prirën që t'ja ulin këtë cilësi në veçanti dhe imazhin e saj në përgjithësi. Te zilia mashkullore, objekti është më pak i qëndërzuar te bukuria apo te aftësia joshse e tjetrit, sesa te cilësitë intelektuale apo te forca fizike që janë edhe motiv tërheqjeje për gratë dhe konkurrimi mes burrave. Njerëzit nuk kanë atë zili zotrimin e këtyre aftësive, sesa suksesin që këto cilësi garantojnë. Kemi vënë në dukje si ndjenja e rivalitetit që karakterizon zilin shprehet sidomos në fushën e vetvlerësimit. Tjetri perceptohet si dikush që zotron më shumë dhunti se sa unë, apo që për shkak të padrejtësive që më janë bërë nuk më njohin ato. Në emisionin e ardhshëm do të vazhdojmë të flasim për emocionet kundër dhe në veçanti do të flasim për emocionin e xhelozisë.